Halloweeni ka mbaruar, loja vazhdon po thua ti? Por ta është lojë, por për të ndërgjegjshmin është me vend duart në kokë. Në çdo cep shikon lloj maske. Për shembull, të ndershmen që mashtron pak, patriotin që urren shqiptarët, feministen që nuk i dëgjon grat, influencerin që s'ka influencë dhe këtë të fundit e një kollaj se e shikon duke bërë live edhe kur po për ty bukën. Domethënë ti zgjohesh në mëngjes, dikush ka bllokuar makinën dhe s'të ka lënë as numër. Haj, po e për ty këtë. Dhe thua po ulem te kafja të pres pak se nuk e kam nxitin fundja, jam zgjuar gjën 5. Çfarë mendimi ke për teatrin, Por përveç të teatrit, kafja është sporti ynë kombëtar. Por edhe aty mendohesh 2 herë para se të porosisësh kafe. Sa ajo kafe mund të jetë dhe kafja e fundit e jotja. Ja. Mëse po çem. Luaj nga vendi. Ha, ke qof. Larg qoft. Gjithsesi e kalon këtë pjesë dhe porosit. Hap telefonin dhe fillon të shikosh. I gjithditshmi. Ai që komenton në çdo postim dhe jep mend, shan, ofendon, bullizon, i ka lënë detyrat e shtëpisë dhe ka filluar me librin e shtëpisë. Më e bukura, ngrihesh, del në rrugë, ngrihesh fillon ecën kur gjumi të të mbaj. Jo, kjo është ngrihesh, del në rrugë dhe është e frikshme. Njerëzit që s'kan nevojë për shumë gjëra, mjafton t'ju thuash një fjalë dhe e han të gjallë direkte. Njëri të vret për një fjalë goje, tjetri të ndjek me makinë për një vend parkimi. Nuk i heq më maskat. Tani si mund të heqë maskat kur s'kan më fytyrë poshtë? Ke menduar ndonjëherë këtë Juli? Por në lagje, aty ndodh më e bukura. Të pret deputeti i lagjes. Ai që nuk ka lidhje me politikën, por flet sikur e drejton ai shtetin. Ai di të gjitha sekretet e shtetit dhe thot: "Ma lej herë ndor mua, shife si e bëj këtë vend." Deputeti i lagjes është si Wi-Fi, që s'punon kur, por të gjithë e përdorin. Okej, Që tek kështu pa kod, të thua shqyr ka pa internet. Edhe kur është me kod ta dishësh nga 1.8. Teksa shkon për në makinë, hop, ndeshësh me një shqiptar tjetër që thot ka shumë halle. Thot që s'ka lek, por ama e ka telefonin e fundit. Orën smart, makinë me xhamazin, pus fare dhe kur e pyet, "Ama vlla, fillove punë?" Po çao vlla, si ja vlen për 500.000 lekë thot. Si ja vlen? Po vino ja vlen për 500.000 lekë, vino Sa të shkoqur. Aha, Nëse ti e merr makinën e nisesh për t'u qetësuar diku, por nuk zgjat shumë. Në autostradë, të del ai, shoferi i zgjuar. Di diçka më shumë se ne ai. Ai që di gjithmonë se tjetri ka faj. Sinjalet? Pa sinjalet janë për frikacakat, më burr, janë për amatorët. Sinjalet janë këshillat e prindërve dikur që ne i dëgjonim e më vonë i injoroni. Mos e si thosh babai, aha, ti flas me murin ose ti këtej të hyn, këtej del. Po merret këtu korsia. Jo më jo, se të lënë që të futesh aty te hyrja, çfarë do presim trafikonde, më mirë ti futesh kështu direkt. Po si pse më burr, se gjithmonë është njëri me nxitim. Edhe kur se di se ku po shkon, thjesht po shkon diku. Do rish në radhë kot. E qartë. Në dark teksa kthehesh, nuk arrin të kuptosh je në diskon apo në autostradë. Vetëm makina nga mbrapa që ta bëjnë me drita. Drita ta boja me drita. Në Shqipëri dritat e makinës janë si dritat e diskos, mor kolegi nderuar. Vetëm se në këtë rast kërcen nga rreziku dhe jo nga muzika. E po fajna ka Flor Mumajesi se bëri një këngë edhe direkt o burra ta bëjmë një jetë reale. Edhe ti kthehesh në dark në lagje dhe përpara të del komshiu spiun dhe hetues. Ke parasysh një symë të madh, një symë të vogël tingulit ato sy. Ai e di kush vjen, ai e di kush ikën, ai e di kush ka bërë e çfarë ka bërë dhe pikërisht është ai që telefonoi policin kur ti po rregulloje murin rrethues. Edhe ky është pikërisht edhe ai që të thotë se kam me të keq më po ta them se du të mirën. Po, edhe e gjithë kjo duardrokitjet që ne po i bëjmë tani së bashku, nuk kemi ne. Në është publiku virtual. Patjetër. Që shanë për Shqipërinë, por mezi pret që ta shohë të digjet, që të ketë se çfarë të komentojë edhe të shfryjë nervin. Juli, jo më kot ne nisem çik si skëter sot, nga gjitha ngjarjet që kishin ndodhur. Shi bie në Tiranë. Po, me që i hodhëm shumë krip, DJ Vini ka gjetur recetën fix që të na ëmbëlsoj pak.